Etapa e dytë e Giro d'Italia në Shqipëri ishte historike. Me kohën 16 minuta e 7 sekonda, britaniku Joshua Tarling u bë ciklisi më i ri që fiton një garë të kronometrit në këtë event. Vetëm 21 vjeç, 2 muaj e 25 ditë, ai theu rekordin që mbaj nga Romeo Venturelli prej vitit 1960. Tarling tregoi dhe emocionet për televizionin Klan. Jam shumë i lumtur, ishte një ditë e gjatë, por në fund fitova. Ishte një etapë shumë e bukur në Tiranë me tifozët që na motivonin dhe na jepnin shtys drejt finishit. Edhe etapa në Vlorë do të jetë e bukur dhe e presme pa durim. Një sekond më i ngadalt në finish ishte edhe favoriti i Giros, Primož Roglič. Slovenia doli gjithsesi të merrte bluzën roz. E besoja se do të bëja mirë. Dhash më të mirën gjatë etapës dhe ishte vetëm një sekond larg me vendin e parë. Etapa e dytë u karakterizua nga 2 aksidente. Australiani Luke Plapp hyri shpejt në kthes dhe ra në asfalt, fatmirësisht pa pasoja dhe vijoi garën. Aksidenti tjetër ndodhi për shkak të një këmbësori që kaloi rrugën edhe pse nuk lejoi nga policët në terren dhe shkaktoi rënien e një ciklisti. Etapa e tretë e Giro d'Italia do të spostohet në Vlorë, aty ku pas 160 kilometrave mes malit dhe detit do të përmbyllet edhe garimi historik në Shqipëri.